Biblioteka Zoja e Shkodrës organizoi një aktivitet të veçantë për promovimin e librit Shën Benedikti nga Norçia dhe bijtë e tij shpirtëror, me autor Dom Dritan Ndocin. Gjatë fjalës së tij, autori ndaloi në mesazhin dhe vlerat shpirtërore që përcjell vepra, duke theksuar rëndësinë që figura e Shën Benediktit ka në jetën e kishës dhe shoqërisë bashkëkohore. Flet sikur se tregon edhe vetë titulli për Shën Benedikti, një personalitet shumë interesant që ka jetu në mes shekujve të 5-6, por që ka lënë gjurmë jashtëzakonisht të mëdha në historinë e kishë, në përshpirtërinë e krishterë, edhe në kulturën perëndimore, sidomos në Evropë, pra, që pastaj është bërë kultura e gjithë vendeve të tjera perëndimore, aq sa është quajtur edhe pajtori i Evropës, është shpall pajtori i Evropës. Prandaj të studioj Shën Benediktin ka qenë edhe për mua një risi mjaft e madhe, e kam njoft pak, por me këtë rast e kam studiuar pak më shumë, edhe sidomos punën e atyre që u quajtën Benediktin, murgjit Benediktin, që pas kanë qenë në Shqipëri, edhe në Shqipëri shumë të famshëm, deri me rastin e pushtimit otoman, pastaj deri aty rezultojnë në Shqipëri. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe Don Vlash Palaj, famullitar i Shkodrës, si dhe imzot Giovanni Peragjine, arqipeshk i Shkodrës, të cilët vlerësuan punën e autorit dhe mesazhin e librit. Kena kënaqësinë me dëgju një ekspoze të jetës se këtij shajti kaq veçantë të kishës, me një ndikim jo thjesht shpirtëror, por kulturor, në veçantë për kontinentin evropian të cilin e aspirojmë, por që gjeografikisht i përkasim totalisht. Besoj që të gjithë ne, edhe ne, jemi bijtë në një farë mënyrë e përshpirtërisë e Shën Benedikti, që është një që me të cilën me jetën e tij, me shembullin e tij, ka themeluar për shpirtërinë, mund të themi, për kontinentin evropian, por ne ndihemi bijtë të tij sepse ai ka themeluar edhe një jetë në bashkësi, ka themeluar një jetë më të thellë me Zotin. Promovimi u mbajt në sallën Kardinal Mikel Koliçi dhe ishte pjesë e aktiviteteve kushtuar festës së Zojës së Shkodrës, duke e kthyer këtë ditë në një reflektim mbi trashëgiminë shpirtërore dhe kulturore të qytetit.